Përshëndetje, jemi së bashku. Ky është edicioni informativ i lajmeve i orës 13, drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në podcastin flasim kryeministri Edi Rama paralajmëroi se do të vazhdojë betejën kundër vendimit për pezullimin e zëvendës kryeministres Balluku, pasi sipas tij është elbestore për shtetin ligjor. Rama tha se gjykata kushtetuese nuk e ka gjetur dot forcën për të mos lejuar rimarrjen peng të qeverisë të Shqipërisë me një mjet siç është ai pezullimit të një ministri. Kreu i qeverisë tha se kjo e bën Shqipërinë shembullin e parë të një budallallëku botror. 24 raste të trafikimit makinave u regjistrua në vitin 2025 në Shqipëri, kryesisht me synim për përdorimin në krime dhe shitje në tregtëzi, duke shënuar rritje në krahasim me vitin 2024. Edhe trafikimi i anëve ruan të njëjtin trend, 32 raste të regjistruara sipas një raporti të Ministrisë së Brendshme. Armët sërish erdhën në pjesën ndërmuese nga kufili me Kosovën, ndërsa synimi është shitja te grupet kriminale me hesape të pambyllura. Gjithnjë më shumë po shndrohen në problem kërkesat për divorce që vijnë pas martesave fiktive për siguruar letra po shtetësi jashtë vendit. Të dhënat nga gjykata e Fierit tregojnë edhe rritje të padive për mosnjohje atësie. Vetëm gjatë 2 vitet të fundit janë regjistruar 29 çështje të tilla përmes të cilave pretendohet mosnjohje atësisë. Francesca Lolo Brigida është atletja e parë e cila i solli Italisë medaljen e artë në lojrat olimpike dimërore që po mbahen në Milano dhe në Cortina. Patinatoria i dha medaljen e parë të artë vendit organizator, i cili dje u përballë me protesta të dhunshme në Milano. Kryeministri i Italisë i quajti protestuesit armiq të Italisë. Fuqezi me shqiponjën 2 krenore në gjoks, Padre Guilherme është shfaqur për herë të parë para publikut shqiptar. Në koncertin e tij debutues në Tiranë, Prifti portugez i njohur ndërkombëtarisht i DJ Prift ka sjellë një performancë të pazakontë ku muzika elektro-tekno është ndërthurur me mesazhe. Fillojmë më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama foli për herë të parë për çështjen Balluku pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rikthen pezullimin nga detyra të numrit 2 të qeverisë. Rama paralajmëroi vazhdimin e kësaj betejë ligjore pasi gjykata kushtetuese, siç tha ai, nuk e gjeti dot forcën të shprehë me një vendim të qartë përmes të cilit argumentonte përfundimisht nëse një antar qeverie mund të pezullohet apo jo me vendim gjykate. Ky rast ai e bën Shqipërinë shembullin e parë të një budallallëku botror. Gjykatën kushtetuese e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë. Qëndrimin pa vendim të gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku, ku 8 gjyqtar nuk arritën të shpreheshin qartë nëse SPAK e GJKK gabuan apo jo duke pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren, Edi Rama e sheh si një shenjë dobësie të gjykatës më të lartë në vend. Me gjithë paqartësinë që ka ky vendim, pezullimi i Ballukut u rikthye në fuqi automatikisht, prandaj Edi Rama betejën e konsideron të hapur. Do ta vazhdojmë këtë betejë, ku na thiri me pahir çartja antidemokratike e pezullimit i antarit qeverie dhe ku fatkeqësisht na mban akoma sot pa fuqia gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim sa të thjeshtë. Kështu Shqipëria bëhet për herë të dytë në 2 muaj shembulli i parë i një budallëku botror. Sepse gjykata kushtetuese u mbyt në lugën e ujit të turbullt të atyre që Cervantesi në librin e tij të famshëm Don Kishoti i Manchës i quan arsyet e mosarsyes. Luftën thot se do ta vazhdojë jo për Belinda Ballukun, por për precedentin e rrezikshëm që krijon ky vendim. Zhbërja kësaj shpikeje 100% made in Albania e drejtësisë re dhe e drejtësisë ende të papjekur shqiptare, e cila nuk ka lidhje me rastin e çështjen konkrete, por me një parim të panegociueshëm të demokracisë, mbetet një domosdoshmëri për të rigarantuar pavarësinë e ekzekutivit dhe parlamentit nga pushteti gjyqësor. Vetë presidenti i Republikës mund pezullohet nga i pari prokuror që gdhihet me këtë ide në kokë. Atyre që pas kësaj goditje pushtetin e tij e shohin më të brishte me themele të krisura, Edi Rama ju përgjigj kështu.
kujdo që ka vënë buzën gas apo ka nxjerrë gjuhën jashtë, kush beson se përpjekja e natyrshme për shtetin ligjor do të prodhojë ndonjëherë kosto për këtë shumicë qeverisëse, të cilat do ta kthejnë në punë mullirin e prishur të opozitave, gabon ditë dhe natë. Lufta për drejtësi, për Shqipërinë europiane në Bashkimin Evropian ka vetëm një garant, mua dhe këtë shumicë qeverisë. Trupa e gjyqtarëve kushtetues nuk arriti në një vendim të qartë as për çështjen Balluku e as për ndonjë precedent të ngjashëm në të ardhmen, nëse një gjykat mund të pezullojë një antar qeverie apo kjo është vetëm kompetencë e kryeministrit, siç pretendon Edi Rama. Votat në kushtetuese u ndan barazim 4-4, duke i ndarë gjyqtarët në 2 grupe, pro Ramës dhe pro GKK-s. Asnjë pretendim nuk fitoi shumicën, duke bërë që kërkesa e kryeministrit të rrëzojë automatikisht dhe Belinda Ballukut t'i rikthehej në fuqi pezullimi. Në podcastin e përjafshëm flasim, kryeministri Rama u ndal edhe tek një prej vendimeve të fundit të qeverisë së tij, siç është rihapja e TikTok. Ai tha se po punohet për vendosjen e masave të rrepta të sigurisë për fëmijët, ndërsa preku dhe çështje të tjera si amnistia penale apo pagat e gjyqtarëve. Ndalesën në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë, Regina di Albania. Aty ku ruhet shëmbëltyra e shënmërisë, shkëputur nga muri i kishës së vjetër të Shkodrës në vitin 1467. Asnjë kryetar shteti apo qeveria shqiptare nuk e kishte shkelur pragun e kësaj bazilike, kjo edhe për turpin tim që këtë ndalesë e kuptova si shumë të rëndësishme vetëm së fundmi. Një tjetër moment emocionus ishte edhe qëndrimi në sallën e pritjes përpara audiencës me Papa Luanin e 14, ku u ktheva mbrapa në kohë. Në po atë sallë, në pritje të takimit të paharrueshëm me Papa Franceskun, me një peshë të veçantë, siç mund të kuptohet edhe prezantimi me Papa Luanin e 14, një karakter, një natyrë krejt të ndryshme nga Papa Franceskut, por një njeri me një dritë dhe me një mirësi të thellë, të cilin e ftova që të jetë i pranishëm në festën e madhe të komunitetit katolik, pikërisht për 130 vjetorin e shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë nga Papa Luani 13, mbrojtësia e Shqipërisë, Regina d'Albania. Ajo që pata paralajmëruar ka ndodhur sepse me TikTokun kemi vendosur jo vetëm një komunikim, por kemi vendosur një bazë të re. Dhe për këtë arsye vendimi i Këshillit të Ministrave nuk është tërheqje, nuk është dorëzim, aq më pak pastaj nuk është mbyllje sysh, siç është komentuar, me sa më thonë, por është rezultati i një procesi serioz, rishikimi dhe një pune konkrete. Ky ishte edhe qëllimi i bllokimit. Interesi publik, mbrojtja e fëmijëve. Dhe kjo ishte edhe vija e dialogut. Dhe sot TikToku është sërish i aksesueshëm sepse janë vendosur mekanizma të ri sigurie. Ka filtra të ri mbi përmbajtjen, ka kontrolle efektive dhe mënyra raportimi dhe trajtimit të shkeljeve që nuk kishim më parë. ...224 raste të trafikimit të makinave u regjistruan për gjatë vitit 2025 në Shqipëri, kryesisht me synim që të përdorenin në krime dhe shitje për në tregun e zi, duke shënuar një rritje në krahasim me 2024. Edhe trafikimi i armëve ruan të njëjtin trend, 32 raste u regjistruan. Armët sërish erdhën në pjesën ndërmuese nga kufiri me Kosovë. Për të kryer një vrasje perfekte dhe që autoritetet ta kenë të vështirë gjetjen e autorëve, këta të fundit, sendet për arritjen finale të qëllimit nisin të sigurojnë
shumë kohë më përpara. Përveç armëve të cilat gjenden në shumë raste përmes një aleance të pashkruar biznesi me grupe të tjera kriminale, me rëndësi janë makinat që do të përdoren për krimin. Edhe vitin që lam pas nuk munguan rastet që makinat e përdorura në atentate të frikshme u trafikuan nga jashtë, por jo gjithmonë përdoren për krime. Shitja e tyre pasi fillimisht janë vjedhur në vendet europiane është një treg i zi i lakmuar. Në disa raste, një punë e mirë e antitrafiqeve ka sjellë si rezultat pikasin e tyre dhe rrjedhimisht sekuestrimin. Një raport i Ministrisë së Brendshme nënvizon se gjatë vitit 2025 u evidentuan 224 raste të trafikimit të mjeteve motorike, 10 më shumë se sa në 2024. Kryesisht janë makina luksoze, por që nuk mungojnë edhe motocikletat për të pasionuarit. Tipike janë vjedhjet në Gjermani dhe disa shtete të tjera për t'i shitur në Shqipëri. Në shumë raste blerësi brenda vendit nuk është në dieni, por kjo nuk i ka shpëtuar nga hetimi në gjendje të lirë. Makinat që sillen në mënyrë të paligjshme shpesh pajisen me dokumentacion fals me akt gjitjesh. Nga ana tjetër, të dhënat zyrtare flasin për vimësi të trafikimit të armëve. Trendi është në vijshmëri, pavarësisht se krahasuar me 2024 ka ulje. Vitin që lam pas, antitrafiqet goditën 32 raste, 9 më pak se në 2024. Në Shqipëri të rralla në rastet që atentatet kryen me armë të trashëguara nga 97-ta, përveç rasteve të krimit në familje. Agresiviteti i grupeve kriminale dhe financimi i tyre u ka dhënë luksin për përdorimin e armëve të reja në mënyrë që dështimi të jetë sa më i vogël. Arma automatike të reja dhe pistoleta prodhimi markave prestigjioze perëndimore që trafikohen brenda vendit, kryesisht përmes kufirit toksor, por jo vetëm. Armët e kapura edhe vitin që lam pas vijojnë kryesisht të vinë nga Serbia, kalojnë në Kosovë dhe në fund brenda vendit. Grupet kriminale që merren vetëm me trafikimin i shesin me çmime që variojnë nga 500 deri në 2000 euro në grupe të tjera që kanë hesape të pambyllura. Territori i vendit përdoret për kalim të armëve edhe në Greqi. Një treg i lakmueshëm është kalimi i pistoletave edhe përmes porteve dhe aeroporteve, kryesisht në drejtim të Britanisë së Madhe. Strukturat e rendit e konsiderojnë këtë fenomen si një kërcënim serioz, ndërsa theksojnë se lufta ndaj tij kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërkombëtar dhe goditje të rrjeteve financiare që e mbajnë gjallë këtë treg të zi. Qarku i Fierit mban në rekord për divorcet edhe gjatë vitit 2025. Mbrojtësit ligjor thonë se numri i lartë i divorceve duket se si shkak kryesor ka dhe martesat fiktive, çfarë ka sjellë dhe kërkesë paditë për heqje të atësisë, një fenomen i rrallë për vendin tonë. Fieri mban rekord për divorce, martesa fiktive dhe fëmijë të lindur jashtë martese. Sipas statistikave për vitin 2025, rezulton se u regjistruan nga 1 deri në 2 kërkesë padi në ditë për zgjidhje martese, ndërsa në total janë shënuar 571 raste të divorceve. Në zgjidhjet e martesave fiktive, këto janë celebrime që kryen në shmangje të ligjit. Në pjesën dërmuese të rasteve janë burrat ata që për ta anashkaluar dëbimet nga shtetet europiane marrin mbiemrin e bashkëshorteve, ndërkohë këto të fundit sjellin në jetë fëmijë me partnerin ose bashkëjetuesin, por ligji njeh si baba bashkëshortin zyrtar. Një vajzë për të ndihmuar dikë martohet me atë duke qenë zyrtarisht e martuar në gjendjen civile, por ndërkohë bashkëton me personin që vërtet do dhe kërkon që të krijojë familje. Vajza në fjalë mund ngele dhe shtatzan me bashkëshortin që bashkëton vërtet, faktikisht. Dhe ligji ka parashikuar që në këtë periudhë kohe, nëse kjo vajzë e lin fëmijën, pra brenda 300 ditëve që parashikon kodi familjeve, ky fëmijë lind, në mënyrë automatike me ligj konsiderohet si fëmia e djalit që kjo ka me dokumentacion, pra me letër, me martesë ligjore. Dhe për ta çbërë këtë gjë, pra për t'i hequr atësinë personit që ka me letra, i bie që t'i drejtohet gjykatës me heqjen me kundërshtimin e atësisë. Sipas avokatit Goxhaj, paditë për mosnjohje të atësisë po bëhen gjithnjë më shqetësuese, ndërkohë që mungon një frenim ligjor, për sa kohë vazhdojnë martesat fiktive me qëllim për fitimet ligjore në shtete të tjera. Ishte gjithçka, ndajemi këtu, minuta kofshi.